ambasadores të SBA-ve, Mary Warlick, kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi, udhtoi sot drejt Beogradit. Kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi është takuar sot me prodekanin e Fakultetit Ekonomik të Suboticës Jelena Birovlev dhe përfaqësues të USAID-it. Në tregun e gjelbër të qytetit ton janë duke u bërë renovimet e tendave dhe disa riparimet të mbulesave që janë shkatëruar. Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në lajme qendrore të orës 18:30 këtu në radio televizionin e Bujanocit. Me ftesë të ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e akredituar në Beograd, Mary Warlick, kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi, udhton sot drejt Beogradit për të nderuar me mirënjohje ambasadoren që më 15 shtator përfundon me sukses mandatin e saj 4 vjeçar në shtetin e Serbisë. Me ftesë të ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa akredituar në Beograd, Mary Warlick, kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi, udhton sot drejt Beogradit për të nderuar me mirënjohje ambasadoren që më 15 shtator përfundon me sukses mandatin e saj 4 vjeçar në shtetin serb. Zoti Arifi është i ftuar që të jetë pjesë e një darke solemne me fillim prej orës 5 të pasdites, ku të pranishëm do të jenë përfaqësues të ndryshëm, ambasadorë të tjerë si dhe miq të afërt të ambasadores, e cila për 4 vite rradhës i kontribuoi në stabilitetin politik, zhvillimin ekonomik, infrastrukturës si dhe arsimim të lartë. Ambasadorja e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Beograd, zonja Mary Warlick, përfundon misionin e saj si ambasadores e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Beograd më 15 shtator. Aja sot ka organizuar një pritje solemne në rezidencën e ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës në Beograd, ku janë të ftuar disa ambasador, mesin e tyre jam i ftuar edhe unë i cili do ta përfaqësoj komunën e Bujanocit, kryetari i komunës Bujanocit. Dhe duke u nisur nga ajo se zonja Mary Warlick ka dhënë një kontribut të madh në Bujanoc para se gjithashtu në stabilitetin politik, në zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e infrastrukturës, po ashtu edhe zhvillimin e arsimit të lartë, para se gjithashtu në hapjen e Fakultetit Ekonomik të në Bujanoc. Ne duke u nisur nga kompetencat e tona të cilët na garanton ligji mbi administrimin lokal, po ashtu edhe statuti i komunës së Bujanocit, kam marrë një vendim që zonjën ambasadore do ta japim një dhuratë, them kështu, një mirënjohje për kontributin e saj të cilën gjatë kryerjes së detyrës së saj ka bërë për komunën e Bujanocit. Dhe do të jemi ne mirënjohës për gjithë atë të cilën ajo ka kontribuar dhe shpresoj se ambasadorka do t'ja përcjell pasardhësit të saj, i cili do të merr detyrën pas 15 shtatorit, se bashkëpunimin mes komunës Bujanocit dhe ambasadës Shtetit Bashkuar të Amerikës do të vazhdojë edhe më të tjerë në zhvillimin ekonomik, në stabilitetin politik, në zhvillimin e infrastrukturës, por edhe në arsimin e lartë, po ashtu edhe të ulët në komunën tonë. Pas datës 15 shtator, pritet ardhja e ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd për 4 vjetet e ardhshme. Në orët e mëngjesit, kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi është takuar me prodekanen e Fakultetit Ekonomik të Suboticës Jelena Birovlev dhe përfaqësuesin e USAID-it amerikan Aleksandr Mentov me qëllim investimin e radhës për Fakultetin Ekonomik të Suboticës Dega në Bujanoc, një ndër objektet e shtëpisë së kulturës ku do të shkojë si donacion për studentët e vitit të parë dhe të dytë që studiojnë pranë këtij fakulteti. Në orët e mëngjesit, kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi është takuar me prodekanen e Fakultetit Ekonomik të Suboticës Jelena Birovlev dhe përfaqësuesin e USAID-it amerikan Aleksandr Mentov me qëllim investimin e radhës për Fakultetin Ekonomik të Suboticës me degë në Bujanoc. Një ndër objektet e shtëpisë së kulturës do të shkojë si donacion për studentët e vitit të parë dhe të dytë që studiojnë pranë këtij fakulteti. Zyra e re do të shërbejë për praktikimin, aftësimin e kapacitetit për punë, si dhe për konsulta me punëdhënës të ndryshëm për të krijuar kështu një bazë më të fortë për punësim në të ardhmen. Ky projekt financohet nga USAID dhe ka vlerën prej $20.000. Siç jeni të njoftuar, vitin e kaluar është hapur Fakulteti Ekonomik Dega këtu në Bujanoc. Ne jemi duke dhënë një përkushtim të madh Fakultetit Ekonomik, siç dihet, kjo vetë është viti i dytë i studimeve.
ne jemi marrë vesh me OSB-n dhe me trupin koordinues që vitin e kaluar nën studentë të cilët nuk kanë mundun ta bëjnë pagesën në Fakultetin Ekonomik, dikun me vlerë prej 900.000 dinarëve, ka marrë përsipër trupi koordinues, kurse për vitin shkollor 2012-2013 me një vlerë prej 19.000 euro do të paguajmë komuna nga buxheti i vet ose boja për zhvillimin e mësimit të vitit të ditë pasi se s'kemi objektin adekuat. Shpresojmë që në vitin e ardhshëm do të ndërtojmë një objekt të ri për Fakultetin Ekonomik. Por kësaj radhe kemi donatorin USAID-in Amerikan, ku këtë zire do të apajis me aparaturë, me kompjuter të ndeshëm, ku studentët e vitit partë Fakultetit Ekonomik dhe të dytë, të cilët në këtë vit do të vijojnë mësimin, do të kenë mundësi të bëjmë praktikën këtu dhe do të kenë mundësi të konsultojnë edhe me punëdhënësit në komunën e Bujanovcit për ardhmërinë e tyre që sa më shpejt të punësohen. Vlera e këtij projekti të cilë do të financohet nga USAID Amerikan është $20.000. Fakulteti Ekonomik do të angazhojë një personal i cili do të jetë udhëheqës i kësaj zhvire, kurse komuna e Bujanovcit do t'ja jape pa kompenzim këtë objekt këtu, këtë pjesë, dhe normal ne do të ndihmojmë në aspektin e logjistikës, edhe zira për zhvillim ekonomik dhe agjencioni për zhvillim komunës Bujanovcit dhe Preshevit, gjithmonë do të jetë në bashkëpunim me USAID-in Amerikan dhe Fakultetin Ekonomik. Prodekania e Fakultetit të Suboticës, Jelena Birovljev, në intervistën e dhënë u shpreh për Fakultetin Ekonomik se është një përpjekje shumë e madhe të kalosh 600 kilometra dhe të pranosh idenë e qeverisë amerikane për nevojën e hapjes së departamentit të Fakultetit Ekonomik në komunën e Bujanovcit vetëm një vit pasi ai është hapur në Suboticë. Ndër të tjera, Birovljev ka theksuar se sigurimet tona janë rritur që ne mund të kemi sukses, të përmbushim standardet tona dhe dëshironim të ishim të sigurt tek mundësia e regjistrimit të nxënësve dhe për vitin e dytë, pasi për vitin e parë interesimi për regjistrim ka qenë mjaft i lartë. Sa për rezultatet që presim, ne jemi të kënaqur edhe me kaq. Rezultatet paraqiten të jenë të mira. USAID kontribon me një vlerë të lartë krijimin e qendrës së karrierës, e cila ka me qëllim që të lidhë studentët me punëdhënësit. Përfaqësuesi i USAID-it Aleksandar Mentov tregon se nastavak odlične saradnje koju imamo s opštinom Bujanovac. Ky është fillimi i bashkëpunimit me Fakultetin Ekonomik. Për herë të parë jemi duke punuar projektin e përbashkët. Jam i bindur se nuk do të jetë fundi, sepse më parë do të kemi interesat e përbashkëta si dhe gjuhën e përbashkët. Ju pyetet se cili është qëllimi i qendrës së karrierës. Sipas mendimit tim, suksesi i një fakulteti nuk matet me numrin e studentëve, as me notat mesatare që kanë studentët. Vlera vetme e fakultetit është inkuadrimi dhe kontributi i tyre për zhvillimin ekonomik. Qendra e karrierës ka për qëllim që të lidhë studentët me punëdhënësit dhe në një farë mënyre, ndoshta punëdhënësit nesër do të kërkojnë dikënd të aftësuar për punë. Fëmijët shkollohen për 4 vite që nesër të kenë mundësinë e punësimit. Kujtojmë se buxheti i parapark për këtë qendër është afro $20 milion, por kjo shumë varet për reflektimit të fakultetit kur do të bëhet specifikimi. Atëherë do të sigurohen 10 deri në 20 kompjutera si dhe aparatura të tjera të nevojshme, ku studentët do të kenë qasje pa të holla. Në tregun e gjelbër të qytetit ton janë duke u renovuar tendet, gjithashtu është duke u bërë edhe radhitja numrave për tendat, ku tregtarët mund të bëjnë shitjen e tyre sipas rezervimeve. Përveç kësaj, qytetarët mund të bëjnë rezervimin deri në 3 tende. Për një rezervim duhet të paguajnë $800 për një muaj. Në tregun e gjelbër të qytetit ton janë duke u bërë renovimet e tendave dhe riparimet të mbulesave që janë shkatruar. Këto punime është duke i kryer ndërmarrja publike komunalia në bashkëpunim me ndërmarrjen për ndërtim dhe komunën, ku afërsisht janë duke punuar rreth 3 javë dhe pritet të përfundojnë së shpejti. Prasish na njoftoi shefi i tregut Xhabir Ramadani, këto mjete janë siguruar nga komuna e Bujanovcit dhe direksioni për ndërtim. Ka po normal ka që për afërsisht gati një 3 javë, një muaj ditë, bashkëpunim me komunën e direksionin edhe komunalien, me përmirësu gjendjen tonë në pazar tregut brenda, edhe shtimin të riparimin e disa tezëve. Kemi edhe një mbuloj për një 200 kvadrat mbules me riparu ato. Gati se janë përfundim si për me punët që kemi pas obligimi kri. Edhe mjetët janë siguru për komunës edhe në bashkëpunim me direksionin. Këto përgjithësi ka marrë komunalia mi kri punë të, pasi është përgjithësi i pazarit Gjelbërt.
punëtorët janë të punuar la, janë përfundim si për punëve që janë të zhvilluar këto. Përveç punëve rreth riparimit të këtyre tendeve u zhduke u bë radhitja e numrave dhe ndarja tendeve me radhitje për produkte që shitësit të pozicionohen me radhë. Pasi siç na tha Ramadani po krijon shumë tollovime shitësve dhe gjithashtu janë duke u ndërmarrë me problemin e shitësve jashtë tregut që të pozicionojnë brenda në treg, pasi sipas këtij të fundit duhet ndërmarrë më tepër policia dhe inspeksioni që këta vetëm nuk mund t'i largojnë nga rruga. Kemi problem, do me thonë problemet janë javore që me këto shitës e tregos që janë, jemi të i bëhet të planet në mënyrë në pazar të gjelbët për me regullu, mos me pas në rrugë hala të lashe që kemi pas për para, deri sa të regullohen mënyrë këto radhitja të bëhet e rezervimeve ato pak shkon ko. Kanë vend më pozicionu, unë e kom të cekës disa më herët edhe për cekës se pa ndihmën e inspeksionit e policive këtu me arë asistencë me bo, na vetë po bëjmë kërgjo. Ajo është problem keq kryesor që na nuk smuj me kry punën që duhet pa ndihmën e policëve apo të inspektorit komunal. Vlen të ceket se këta tregtar që bëjnë shitje jashtë tregut duhet të bëjnë rezervimin për tendet që të mund të marrin kur një rezervim për një muaj kushton 800 dinar plus taksat tatimore. Vaji që nga sot ka filluar të humbet dhe arsye është ngritja e çmimit. Ne për të vërtetuar këtë vizituam disa markete dhe disa ndërmarrje tregtare private. Pronarët e tyre thonë se nuk janë të furnizuar mirë me vaj kurse disa të tjerë nuk kanë fare vaj, presin që në ditët në vijim të furnizohen, por me ngritje të çmimit diku për 5 dinar për litër. Vaji që nga sot ka filluar të humbet dhe si arsye është ngritja e çmimit. Ne për ta vërtetuar këtë vizituam disa markete dhe disa ndërmarrje tregtare private. Disa pronarë thonë se nuk janë të furnizuar mirë me vaj, kurse disa të tjerë nuk kanë fare vaj, presin që në ditët në vijim të furnizohen por me ngritje të çmimit dikun për 5 dinar për litër. Tani kur është më së nevojshëm për përgatitjen e zarzavateve, vaji në vendin ton mungon. Shumë pak jemi të furnizuar. Arsyeja është se po ndrojnë çmimet për çdo ditë. Çmimi i diamantit është 160-165 dinar. Yskonti 150, 155 dinar. Më herët ka qenë 5 dinar më lirë, 150, 155, shtu bën 165. Pas stabilizimit 3 mujor, çmimi i vajit ka marrë tatapjetën, konsumatorët e blejnë këtë artikull me shumicë edhe pse nuk i konvenon çmimi. Në marketin Sprint, çmimi i vajit iskon të shtritur dhe tani kushton 169, kurse vaji diamant mungon, ndërsa në shitorën Pllavi Kamen ka vaj të dyja llojeve. Diamanti kushton 158 dinar, kurse iskonti 154. Të paktën 16 raste të reja të virusit të Nilit perëndimor të shkaktuara nga pickimi i mushkonjave janë konfirmuar në Serbi, duke e quar në 37 totalin e rasteve. Autoritetet lokale kanë deklaruar për media serbe se të dhënat i referohet periudhës deri nga fundi i gushtit dhe kanë sqaruar se numri i rasteve do të varet nga aktiviteti i mushkonjave në të ardhmen. Të paktën 16 raste të reja të virusit të Nilit perëndimor të shkaktuara nga pickimi i mushkonjave janë konfirmuar në Serbi, duke e quar në 37 totalin e rasteve. Autoritetet lokale kanë deklaruar për mediat serbe se të dhënat i referohen periudhës deri nga fundi i gushtit dhe kanë sqaruar se numri i rasteve do të varet nga aktiviteti i mushkonjave në të ardhmen. Sipas burimeve, të paktën 20 pacientë janë shtruar në spital në ndyshimin se vuanin nga encefaliti viral dhe diagnoza deri tani kanë konfirmuar 2 raste. Shtypi i përditshëm serb raporton se numri i personave të infektuar me virusin e Nilit perëndimor është shumë i lartë se ai i raportuar nga institucionet zyrtare. Sipas tyre, një grua ishte shtruar nga mesi i gushtit në klinikën infektive dhe vdiq pasi u diagnostifikuar me virusin në fjalë. Autoritetet kanë deklaruar se qytetarët nuk kanë arsye për të shqetësuar, pasi encefaliti viral ka disa forma, por shtuan se disa prej tyre mund të jenë të rrezikshme. Ministrja e Shëndetësisë Slavica Đukić-Dejanović ka deklaruar se nuk ka rrezik që në Serbi të bjerë një epidemi virale. Epidemiologja Snežana Radivojević deklaron për rrezikun e përhapjes së kësaj epidemie edhe në Serbi. Sipas saj, pickimi i mushkonjave që bart virusin e Nilit mund të rrezikojë mbi 20% të njerëzve, por vetëm 1% prej tyre mund të infektohen. Virusi është i përhapur në Beograd, por Radivojević thotë se personat që më së leti mund të i kapë ky virus janë ata të cilët jetojnë përreth lumeve dhe nëpër fshatrat e malësisë. Virus ky, i cili është zbuluar tek mushkonjat shtëpiake të ashtu quajtura Culex pipiens.
Sipas epidemiologëve, ky lloj virusi daton që nga viti 2004, i cili fillimisht është përhapur në Hungari, pastaj në Austri, Ukrainë, Rusi dhe së fundmi edhe në Serbi. Sot në seancën e rregullt të Kuvendit të Kosovës, deputetët me shumicë votash kanë miratuar rezolutën për zëvendësimin e kodeve telefonike aktuale që i shfrytëzon Kosova. Sipas kësaj rezolute, të cilën e ka paraqitur deputeti nga Lëvizja për Bashkim Agim Kuleta, kodet +377 +381 dhe +386 do të zëvendësohen me kodin telefonik të Republikës së Shqipërisë +355. Me këtë hap, sipas Kuletës, Kosova dhe qytetarët e saj do të përfitonin shumë si në aspektin politik, ekonomik, po ashtu edhe në aspektin e sigurisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić deklaroi sot në Bruksel se bisedimit e tij me zyrtarët evropian kishin porosi të qartë se dyert e Bashkimit Evropian janë të hapura për Serbinë dhe asnjë përfaqësues i Bashkimit Evropian nuk ka thënë se kush për antarësimin është Kosova. Më tutje në një konferencë për gazetara i theksoi se Serbia, nëse dëshiron ta fitojë datën e fillimit të negociatave, duhet ta plotësojë atë që është definuar në vendimin e Këshillit të Evropës në dhjetor të vitit të kaluar. Sipas tij, kjo nënkupton reforma të brendshme në Serbi dhe përparim të dukshëm dhe të qëndrueshëm në raportet Beograd-Prishtinë, kur është fjala për realizimin e marrëveshjeve që tashmë janë arritur dhe në përpjekje për arritje të marrëveshjeve në çështjet e tjera teknike. Kam thënë se Serbia nuk do ta ndryshojë vendimin e vet dhe se nuk do ta pranojë shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës, por se Serbia është e gatshme për dialog, tha Dačić. Kemi arritur të nderuar teleshikues deri tek parashikimi i motit. Meteorologët parashojnë që nesër mbi vendin tonë të mbajë moti nxehtë, temperatura maksimale do arrijë deri në 26 gradë Celsius. Para se të ndajmë edhe një herë ju rikujtojmë ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Me ftesë të ambasadores së SBA-ve, Meri Waldik, kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi, udhtoi sot drejt Beogradit. Kryetari i komunës së Bujanocit Nagib Arifi është takuar sot me prodekanin e Fakultetit Ekonomik të Suboticës Jelena Birovlev dhe përfaqësues të USAID-it. Në tregun e gjelbër të qytetit tonë janë duke u bërë renovimet e tendave dhe disa riparimet të mbulesave që janë shkatëruar. Ndoshtë edicionin informativ këtu në Radio Televizionin e Bujanocit, duke ju falënderuar gjithmonë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.